Mirë se erdhët, ju përshëndesim, jemi në këndën e gatimit, siç e shihni jemi më shumë, nuk kemi vetëm bashkë me zonjën Vjolta, sikur unë e përmenda edhe pak më parë. Sot kemi nderin dhe kënaqësinë të kemi një arkitekt gjerman së bashku me bashkëshorten e tij shqiptare për të gatuar dhe për të ndarë një eksperiencë teje të veçantë. Jemi me zotin Helmut Koch. Guten Morgen, mirë se erdhët në Vila 24, bashkë me Stelën, mirëmëngjes Stella, faleminderit. Zonja Vjolca, mirëmëngjesi, edhe për ditën e sotme, kemi miq edhe, kur kemi miq, ne gjithmonë jemi të dyja mikpritëset. Një ditë shumë e veçantë, patëm kohë që të flasim me çiftin së bashku dhe jo, ashtu si që mund të ndërtoj arkitektur, zoti Helmut, ishte nuk ti që të themi, papar në përbërësit qëndzor. Më fliste, sikur ishte një guzhin master chef. Shumë faleminderit. Unë e di që zonja Vjolca ka shumë shef guzhinën gjermane, madje bazohet, le themi, shpeshherë edhe në kulinarinë gjermane, sepse është shumë e përparuar, pavarësisht influencës që ka. Çfarë do një arkitekt në Shqipëri, gjerman, duke patur parasysh që arkitektët gjerman kanë një lloj, nuk e di, cilësie, qëndrueshmërie më të vlerësuarit në botë, e para kjo në Shqipëri. Dhe çfarë ju lidh ju me gatimin? Çfarë lidh një arkitekt me këtë pasion të madh? Das Kochen. Das Kochen ist das gleiche wie Architektur. Gatimi është si arkitektura. Du stehst vor einem Grundstück, musst was machen, du stehst vor einem Eisschrank. Je përpara një toke, duhet të bësh diçka, thotë. Dhe kur je përpara një frigoriferi, duhet të krijosh diçka. Du musst also raus was machen. Das ist sehr viel Kreativität. Und es ist die schönste Erholung, die es nach einem langen Tag Arbeit gibt. Çlodhja më e mirë që ndodh tek mua pas një dite të lodhshme. Pra, me sa kuptojmë është antistres, përveç se kënaqësisë që të jep, madje shumë njerëz e përdorin si antistres gatimin kur janë të lodhur në fund të ditës. Përpara se të nisim se kemi shumë përbërës, do t'ju themi publikut disa receta, 2-3 receta tradicionale gjermane, por që mund të adaptojnë shumë kollaj edhe me kuzhinën tonë, nga përbërësit që pash, ishin madje bukën që ju e keni sot për të hedhur, mos e hiqni, ne bëjmë gabim që hedhim, këtë paktën kështu na tha Helmut, dhe edhe një sekret të vogël. Përpara se është ai kreativiteti, mënyra se si arkitektët duhet të njohin çdo gjë, të jenë më kreativ edhe në kuzhinë. Nuk na ka ndodhur që të vim një ditë më përpara të studiojmë këndin e gatimit. Ti e di zonja Vjolca, edhe çifti Koch ishte këtu që dje për të parë vendin, terrenin, ku do të pozicionohet. Dhe pozicionimi i të gjithë përbërësve dhe gjithçka është bërë nga vetë ju. Dhe faleminderit shumë që erdhët dhe që do të ndani bashkë me ne. Unë nuk doja fare që të humbisja këtë minutazh sepse di që keni shumë punë. Nisim direkt me gatimin dhe gjatë kohës do t'ju njohim akoma më mirë. Çfarë do të na gatuani? Çfarë nderi kemi të Wir kochen heute eine Suppe, weil Albanien ein wunderschönes Fleisch hat. Das Beste, das ich weit und breit kenne. Und aus altem Brot machen wir eine Einlage, einen sogenannten Käseknödel, damit man altes Brot nicht wegwerfen muss. Vorspeise. Genau. Fangen wir an. Atëherë do fillojmë. Vielen Dank, dass ich auch kommen durfte. Das ist das erste Mal. Që jam në pranishëm. Faleminderit nga ana jonë. Kuptoj shqipët. Po, ju kuptoni edhe shqip edhe do të mundohemi që të mësojmë akoma më shumë, edhe nga këto përbërësit. Thatë që mishin e kemi shumë të mirë, në krahasim me shtetet e tjera të Evropës. Çfarë mishi kemi? Mish viçi? Mishit çfarë do mishi? Kockat që e mbetura. Das ist das Fleisch, das wir nachher zur Hauptspeise machen. Kjo është mishi që ne do ta përdorim pastaj për menyn kryesore. Da bleibt natürlich Da bleibt natürlich dann Knochen übrig. Do të thotë që na tregon se si do veprojmë ne me këtë copë mishi për të vënë në përdorim edhe kockën edhe tulin. Pra do të thonë bëhet fjalë për kundra filetën që e ka nxjerrë pjesa e poshtme, dhe do të bëj një recetë tjetër dhe me kockën që do ta përdorim për supën.
Knochen kommt in Wasser. Genau, genauso diese Abschnitte, aber das macht jetzt so viel Arbeit, da brauchen wir zu lang. Das ist gereinigt. So schaut es Kjo është duhet pastruar akoma, po ka kohë për pastruar, ne kemi para përgatitur, domethënë këtë pjesë. Kjo është domethënë demonstrimi i përfunduar. Das ist ungefähr das gleiche Stück. Ich tue das bloß in den Eisschrank, weil das muss nicht in der Sonne. Ajo kocka futet në ujë të nxehtë, thjesht për të mbajtur ngjyrën në përfundim, që të mos humbi ngjyrën e mishit. E mishit, po, ngjyrën e kuqe. Po. Dhe do të shfrytëzohet, kam përshtypjen lëngu për të bërë edhe supën e viçit, të cilën ne e kemi shënuar dhe në tabelën tonë. Zoti Helmut i di të gjitha detajet dhe të gjitha vendet e kuzhinës tonë, kështu që ai do të veproj vetë sepse ka studiuar. I kemi shkruar të gjitha në rast. Janë të shkruara përbërësit e dy recetave, sepse receta e dytë është një recetë tipike tradicionale dhe nuk kemi gjetur një fjalë të musme për ta përkthyer, apo jo Stella? Është pak a shumë e bukën që ne na mbetet. Si lexohet? Käseknödel. Po, që ka të bëjmë me bukën bajate ose bukën e thatë. Që ta riciklojmë, të japim asaj një kuptim të mos e hedhim. E bëjmë pas pak të recetë, fillimisht linsi me supën. Çfarë përbërësit të tjerë? Welche sind die anderen Teile? Das ist ganz einfach. Die Rüben, alles was hier so am Markt angeboten man kann. Është të gjitha që ka në treg thotë që janë. So eine Suppe është preshi. Ist eine Resteverwertung. Alles was in der Küche anfällt, kommt in die Suppe. Të kanë ngelur në kuzhinë, pa u përdorur, wenn ich einen Salat mache, ich kann immer reinwerfen. Të gjitha brenda pak a shumë. Jeni në atë linjën tonë, domethënë dhe në këtë gatim me zënjën Vjosa, pra gjërat që ne i kemi në frigorifer edhe që mund të kenë mbetur dhe nga gatimet të mëparshme, ne do t'i shfrytëzojmë tani. Pra karotën, qepën e njom, preshin, domaten, hudhrën, 2 kokra vezë, vera, shumë që është për recetën tjetër? Për këtë, për bukën, që do bëhet si qofte. Wenn man sowas macht, dass man das erste Mal das nur blanchiert, damit diese Trübstoffe weggehen, sonst wird es... Që të ikin ato mbeturinat e mishit, ato helmimin që ka mishi. Pra gjithmonë e hedhim? Nuk ikin vlerat, nëse apo ta lëm pak të zjej? Okej, në rregull. Thjesht një shplarje në të nxehtë, me ujë të nxehtë. Pra e kemi zier shumë pak këtë pjesë të mishit dhe e kemi hedhur ujin për të larguar mbeturinat dhe ato gjërat që janë të dëmshme. Që ka mishin në përgjithësi. Gjithë ato copza të vogla, që ndonjëherë ne themi i kullojmë, po ja, është shumë mirë që ti derdhim. Pra ti derdhim, e zjem pak për 1 minutë, 2 minuta, e derdhim dhe pastaj vazhdojmë marrim atë çka është më e mirë nga pjesa e kockave. Lëngu që do të marrim tani do të jetë në funksion të supës me perimet e tjera. Und jetzt kommt hier alles rein was so in der Küche vorhanden ist. Të gjitha çfarë janë në kuzhinë, ato të mbeturat, janë çdo pjesë e vogël e mbetur në kuzhinë. I hedhim të gjitha te supa brenda. Ja, i vendosim në një tas të gjitha dhe më pas i hedhim, që mos ja. Bëjmë atë që ne i themi lëngun e perimeve, kur e bëjmë original dhe shpeshherë ndonjëherë ne për shpejtësi përdorim koncentratin knor, por kur kemi kohë më të gjatë ose kur duam ta vendosim në frigorifer, e bëjmë me perimet që kemi në shtëpi dhe nuk i lëmë që të na prishën. Qoftë ato që janë gjysmë të prishura që mund të përdoren të gjitha, si tip riciklim. Alle Abschnitte, die man in der Küche so normal nicht isst, die wirft man in die Suppe rein. Helmuti nuk i het asnjëherë, as edhe gjysmë qepe apo gjysmë preshin, nuk i het. I lën dhe i përdor në mënyrë tjetër për të bërë një supë për të marrë lëngun dhe për ta shfrytëzuar. Duket sikur ka vite dhe gjithkohon që merret me gatim dhe jo me arkitekturë. Ndoshta duhet ta njohim në arkitekturë. Ai arkitekturën e ka në shpirt ashtu sikurse edhe kuzhinën. Por asë janë të dyja në një kategori. Është vërtet. Ndoshta ne duhet të kuptojmë lidhjen që kemi përveç profesionit ton, mund të kemi aty ku gjejmë qetësinë dhe çlodhjen tonë, drejt një drejtimi tjetër. Po ti Stella si ke marrë jetë me është një sekret. Po ngul tek qepa, po ngul karafil. Për çfarë bëhet kjo? Për t'i dhënë aromën, për t'i hequr ndoshta dhe aromën e keqe të qepës. Pse vendosët karafilin aty? Steckt mal diese Nelke da. Weil die Nelke oft durch Sieb fällt und dann hast du im Mund und Nelken sind so stark im Geschmack. Sind sehr stark im Geschmack. Ajo bie thotë edhe në kur e kullon. Okej, për të qëndruar, mendova mos kishte ndonjë efekt. Shihen e shëmtuar në fund tek supa thotë. Ajo çfarë është? Anis, në treg e gjej me emrin anis, që është i yll. Po. Das ist dann das keiner kennt hier. Das ist das Ding hier.
Njerzeger dhe Dalling. Kolumbria Eger. Genau, und so. Einfach so rein. Kolumbria Eger, gjitha që janë në kuzhinë me këto erzat që në erzat, e japin dhe goxha shije në fakt, përveç se pra kemi grir preshin, qepën, domaten, erzat, karoton, tani dhe qepot e njoma. Alles was in der Küche ist. Të gjitha çfarë? Ma di qepën, zoti Helmut nuk e qëroj komplet. E la të cipën e hollë, se unë edhe kam lexuar këtë që ka vitaminat më të mëdha, ndodhen pikërisht tek ajo shtresa. Ti cipak më njëherë pas lëvosh, si të thuash ato pjesës së parë. Edhe lakrën, një gjethë, domethënë të lakrës, një diçka të vogël. Një pjesë të vogël për ta përndorur. Po shoh që i keni prerë në copa shumë të mëdha, ta bëjmë kremoza apo kështu siç janë? Do pulloj, do marrim lëngun vetëm. Do marrim vetëm lëngun e këtyre perimeve. Ndaj dhe prerja atyre jo është. Edhe ke qepa me ato fiet, vetëm duhet të larë mirë qepa. Edhe karotat madje vura re që nuk është se i griu t'ju heqë pjesën nuk ka rëndësi. Po, të lëkurës së sipërme. Edhe hudrat. Ganz wichtig im Leben. Shumë e rëndësishme në jetë, është shumë e shëndetshme. Hudra. Si, është vërtet, është një antibiotik natyral, i themi ne këtu në kuzhinë. Eine Natur antibiotik. E gjithë këtë nxera me këtë lëng, ka një fuqi antioksidante në organizmin e njeriut që bën mrekullira. Po, është vërtet. Është një tamam një kur natyrale për të mbrojtur nga gjithçka. Stella e pas ke zgjidhur kuzhinën, duhet të ndihesh shumë me fat. Si jeni njohur bashkë, Stella? Sa vite keni bashkë dhe si jeni njohur? Shumë e dukshme. Okej, ne jemi njohur shumë rastësisht. Rastësisht. Elmundi kishte filluar në Shqipëri punën e vet, domethënë si. Jeni njohur pra në Shqipëri, jo ju ishte në Gjermani. Në Gjermani për 5 vitesh dhe kërkonte dikë për të përkthyer Elmundin në disa tema që kishte filluar investimet në Shqipëri. Dhe natyrisht unë jam gati për vendin tim në çdo moment dhe si përkthyese unë punoj në mënyrë të pavarur për Gjermani. Dhe okej, më ofroi këtë vend pune në kohën e pavarur që kisha unë. Aty jemi njohur bashkë. Unë s'kem një famë. Ja kujtoni, do you remember at the moment? I remember the second, die Sekunde, wie ich sie kennengelernt habe, weil es war Liebe auf den ersten Blick. Sekondën thënë që njofa ishte dashuria ime me herën e parë. Kjo mund të quhet një dashuri me shikim të parë. Çfarë ju pëlqeu tek Stella? Masa dir bei mir gefallen. Ja, scheiße. Nuk e çfarë thua më shumë. Më bëhet shumë shefi. Wie wir uns unterhalten haben, es ist halt sehr viel Nähe gewesen gleich und das war sehr schön. Diskutimi jonë me njëri tjetrin ishte afrimitet me momentet e para. Okay. Edhe për mua, domethënë, okej, kuzhina ishte. Çfarë të ka gatuar për të parë? Mban mend përpara se të kalojmë te receta. Se jeni shumë interesant të dy. Ato të mbaj mend. Mbaj mend se Elmudi gatuan gjithmonë më të mirë. Po, e di që është shumë i provokor në gatim, por ne duam të mësojmë edhe shumë prej jush. Das ist übrigens die fertige Suppe, die ich heute nachgemacht habe. Das muss ungefähr 20 Stunden. Këtë supë të thosë 20 orë, thot, sa më tepër du ta lesh të zgjej, thot. Të zgjej në temperaturë më të lirë, më të ullët, që mund ta lësh, domethënë në kohën edhe kur ikën nga shtëpia, nuk ka asnjë problem. Ne kemi para përgatitur supën. Për të qenë domethënë për ta shijuar së bashku. Pra pak a shumë kjo ishte, le të themi, rruga, procedura që ne duhet të ndjekim me mishin që vendosëm, me lëngun e tij dhe më pas hodhëm këto perimet që ne i ndoqëm edhe anvisat i mësuan. Pra, anvisat, për të ardhur këtu tek lëngu i mishit, duhet bërë i gjithë ky veprim që po bën zoti Helmut me kockat dhe me perimet. I ka kulluar dhe e ka prur lëngun të gatshëm, që të vazhdojë procedura mos rrim të presim orë të tërë. Ja, do, shumë ka, po. Atë mund të. Edhe shpjegoj shumë bukur. Është për të dyja, edhe për të gatuar. Përpara se të vazhdojmë. Jetzt machen wir die Knödel. Okej, do vazhdojmë me recetën e dytë tani apo? Të bukën e mbeturina, do me thonë të bukës, apo buka e mbetur. Okej, ne do të marrim shumë këshilla të tjera dhe do të rikthejmë shumë shpesh, sepse duhet të marrim disa këshilla prej bashkëpunëtorëve tanë dhe do të rikthehemi për të vazhduar me gatime të tjera dhe kemi dhe shumë për të folur, për të zbuluar. Jemi rikthyer, po vazhdojmë tani të gatuajmë dhe sigurisht që supa e viçit po diskutojmë do të serviret me një menu të posaçme, por që nuk është e vështirë, është thjesht me bukën e mbetur. Stella? Pra, i shpjegojmë përbërësit fillimisht bukës edhe të djathtit edhe receta e ka emrin komplet?
Käseknudel? Käseknudel. Käseknudel, po. Është tipike gjermane. Ka djath brenda, prandaj käse do të thonë djath. Knudel është ajo diçka e përmbledhur. Diçka brum. Okej. Pra bukën do ta kthejmë edhe një herë në brum. Po, edhe me bukë. Po, e shpjegojmë zoti Helmut, po. Atëherë kannst du erklären? Also das ist das Bier wunderbar geschnittene Brot. Shumë bukur prerë. Hier kommt jetzt etwas Salz rein und dann wird hier krip. Die heiße Milch mit den Zwiebeln und mit den Dinkeln. Qumshi, ngrohet qumshi me qepën e pak skuqur dhe me erza brenda. Erza, çfarë erza o hodhëm? Erza është majdanos. Nanegjik, majdanos, mente, po. Shqip nanegjik, rozmarin e hodhëm apo jo? Ja, das kommt ins Po, Fleisch. edhe rozmarin disa. Pra erza të freskëta jeshile, të freskëta. Po. Edhe hidhen të gjitha bashkë dhe përzihet me atë qumshin e ngrohtë. Qumshin e ngrohtë, kemi gaudisur pak I qepa. bëhet një si salcë bardhë, Po. Jo salcë, hidhet bashkë aty, pasi është ngrohur Po pak. pra. Ja, und ein I bisschen bashkojmë të gjitha. Pfeffer. Okej. Edhe pak piperzi. Bukës. Atë e hedhim këtu tani tek puta. Bëhet ajo përzierja, si. Okej. Jetzt brauchen wir alles. Të gjitha. Okej. Të gjitha siç janë. Një luk. Löffel. Sa qumësh mund të përdorën, por në bazë të sasisë të bukës që kemi. Në bazë të bukës. Të zbutet. Mund të jetë buka pak me njom ose pak me thatë, por është me thatë do më shumë qumash, diçka të tillë. Pra kjo është një mënyrë e mirë për t'ju thënë anvistave dhe zonjave të shtëpisë që bukën ne nuk duhet ta hedhim kurrë. Dhe kjo i bëri përshtypje edhe bashkëshortit tuaj, se hidhet buka në Also wir Shqipëri. nehmen jetzt hier die Hände her, weil sonst dauert es eine Stunde. Kudo që shkon ky shikon gjithë mbetur, gjithë këto preshin, gjethet e hedhura, karotët një pjesë e madhe, përse thot kjo duhet të Je hidhet. nachdem ein Ei. Atëherë hidhet nga matësa që kemi bukën hidhet edhe vesa, një ves, Një ose kokër dy. Jetzt die Hände. Edhe me duar, sigurisht, duart përdoren. Okej, përzierja më e mirë. Edhe pasi Okej, do bëhet si brume. Je älter das Brot ist, desto mehr Milch braucht man. sa më e vjetër ti buka aq më shumë qumësh duhet, E sigurisht. kuptoj, sepse është më e thatë dhe kërkon më shumë kohë për ta zbutur. Edhe bëhet si qofte i themi në Qofte, po, ose topsa, ti bëjmë si topsa, po. Në këtë rast tani kjo është një Kann man doch so eine Schüssel haben, wenn wir jetzt teilen, weil die Ist das Hälfte hier? wird ja... Nein, die Schüssel. një nga këto. Një nga tasat. Një tas. Das muss gut Ta durchgemischt sein. ndajmë thot, sepse ne kemi dy variante për ta përdorur këtë, që ta tregojmë sa më qartë. Po. Tjetër. Atëherë janë një që do bëhet me djath, që quhet käseknudel, edhe te menyja tjetër e dyta që do jetë vetëm do jetë pa djath, sepse kemi mishin Ka si meny protein, po, që meny, po. kryesore që do përdorim mishin që është këtu. Also normal braucht es Gjitha ajo jetzt 10 sasi Minuten. ulë, do duke nga Po, zbutura dhe ajo nga... nuk ngelet e shumë. Mjafton që, okay. Ja. Kannst du mir den Käse reintreiben, weil sonst kann Okay, ich... Do fillojmë me djathin, ë? grim djathin. Djath e grim. E grim aty brenda. Të Ose kjo. po duart pis. S'ka problem. Sela të ndodh të gatuash në një herë? Këtu kur të merr malli për ushqim shqiptar, sigur. Gopsa ime han shumë preshim, bane. Perimet, pra, Ne jeni gatuajmë rritur. ndryshe nga gjermanat. Domethënë i vdesim së pjekurit të gjitha pothuajse. Kurse këta i han pothuajse të gjalla, por nga që jemi rritur në Shqipëri sigurisht që unë mua më pëlqen shumë ushqimi shqiptar. Edhe Elmutit i pëlqen shumë. Në ke gatuar familjes Një së ti herë do një gatim shqiptar, recetë shqiptar? Po, ata vinë të gjithë me kënaqësi shumë të madhe. Në Shqipëri edhe Elmuti është një nga diplomatët shqiptar në Evropë, të them, nga ana për flet me një dashuri të jashtëzakonshme për Shqipërinë. Ja, mund të na shpjegoj pak vetë, mund ta pyesim... Du kannst dabei etwas über Albanien erzählen. Über Albanien erzählen, ja. Albanien ist das schönste Land in Europa. Është vend Hat i die më i bukur schönsten në Küsten, hat Evropë. die nettesten Menschen, die schönsten Ka Frauen. njerëzit më të mirë që ekziston, gratë më të bukura që ekzistojnë. Unglaublich freundlich, zuvorkommend, aufnehmend. Janë shumë të dashur, janë shumë të respektuar, thotë, dhe janë, domethënë, të aftë për të thithur shumë shpejt. Außer im Straßenverkehr.
Përveç qarkullimit me makina. Po, kemi këtë problem, po jo vetëm ne sigurisht, por na mungojnë shumë gjëra. Dhe diçka përpara të bëj një përmbledhje të menus, se e di që avisa tani e duan ta dinë kështu me detaje, se janë mësuar me gatimet e zonjës Vjolca. Helmut, çdo të thotë ti je gjerman. Është kjo shpreha që e përdorim shpesh në Shqipërinë, ti je gjerman. Deutsch sein kann. Was heißt Deutsch zu sein? Deutsch zu sein heißt... Ta them unë e para që duhet të jesh shumë korrekt. Zu leben und zu arbeiten. Okej, Helmut e tha, të jetosh për të punuar. Të jetosh për të punuar, është pak a shumë kuptimi që vjen nga një gjerman, një shpresë ti je gjerman. Dhe në këtë ne e përdorim shpesh në fakt kur erdhi Merkel në Shqipëri, që ishte përpikt në orar, korrekte për çdo gjë, pik, gjithë protokolli dhe agenda. E kuptuam prej saj, por dhe e dinim, sepse kemi si shprehje të përditshme. Ti je gjerman, për korrektësinë e për të qenit shumë korrekt dhe i lirë. Po bëj një përmbledhje të menus. Po bëj një përmbledhje të menus të përbërësve, çka po na gatuan Helmut Koch bashkë me Stelën, është arkitekti gjerman që ka preferuar të dhimbjen e sot. Ja ku e kemi të fokusuar dhe po bëj një përmbledhje. Sup Vici, 2 litra ujë, 0,5 litër verë e bardhë. Verën kur ta hedhim? Den haben wir vergessen. Kocka mishi, një kokorçep, një karot, një domate, një presh, lakër e bardhë, krip, piper i zi, gjethe dafine dhe karafil dëllinje. Duam t'i kujtojmë shikuesve që gjatë kohës që ne patëm publicitetin, Helmut hodhi dhe verën. Sa verë hodhëm atë? Gjysmë litri verë, pra vera e bardhë. Kjo është supa e Viçit. Mjafton që të kullohet dhe të hidhet lëngu pjesa e parë e zjerjes, pak minuta, dhe më pas, me gjithë perimet që ne na kanë mbetur, do të realizojmë, le të themi, supën. Ndërsa, kjo supë do të shoqërohet me një menu të veçantë, që është Käseknudel, që është me 300 gram buk bajate, një kokorçep, një vezë, majdanoz, erza të tjera mente, rozmarin, 1 litër qumësht dhe 100 gram djath kaçkavall. Kjo buk bëhet në copa, qepa ka urdiset pak, hidhet qumshti aty, hidhen erzat dhe më pas bashkohet me bukën. Atëherë, atë qumshin unë do thoja më mirë në litrin. Okej. Të mos përdoret 1 litër. Varet sipas fortësisë së bukës. Und jetzt werden diese Knödel jetzt gebraten. Varet nga bukë. Diese Knödel werden jetzt gebraten. Atëherë, këto tani u bën si qofte, këto pjesa e. I skuqim edhe i hedhim te supa. Do të thënë i servirim me supën bashkë. Po, në rregull. Pasi të jenë skuqur. Se besoj se do kenë shumë nevojë për të skuqur, duke qenë se nuk janë përbërës që... Das ist ein Gericht, was wir immer beim Skifahren essen, eigentlich. Das ist Në typisch für uns përgjithësinë për zonat malore, domethënë në Bavari, ne i përdorim këto kur ikim për ski, domethënë. Në zonat e skijës kanë shumë fuqi. Nga supa dhe nga djathi që ka. Das ist ein Mittagessen, 2 so Dinger und die Suppe ist ein vollständiges. 2 të tilla dhe supa është një ushqim shumë i plotësuar për drejt. Plotësuar me vlerat. Po, buka është aty, është vërtet. Edhe supa i ka shumë interesante edhe ricikluese si recetë, nëse e përkthejmë në këtë mënyrë. Pra, kjo recetë e parë e thjesht e mësuam, ka përfunduar. Mjafton që ti servirim pak dhe që të kuptojmë në mënyrën përfundimtare të servirjes së tyre. Ju jetoni në Myni? Ne jetojmë në Myni, kemi një studio arkitekture. Qendra kryesore është në Myni, prej 35 vjetësh, të më thënë se tonë si arkitekturë 37, mund të them. Janë, po thuj se 4-5 arkitektë aty. Kurse këtu kemi hapur një filiale, domethënë të dy prej, po thuj se 8 vjetësh. Vini shpesh në Tiranë, jetoni më shumë andej? Më shumë aty, sepse aty janë gjërat më të plotësuara, domethënë. Në Shqipëri mundohemi, po ecën shumë mirë, domethënë me atë që kërkojmë ne dhe me atë sa jemi ne këtu, por gjithmonë jemi në atë anën për të vazhduar njohjen mbi arkitekturën në Shqipëri. Për ta njohur. Do ta njohim edhe përmes Helmut pak më vonë, se do të shkëputemi. Edhe një kishit një vajzë, besoj, të cilën një gocë. Sa vjet? Viktoria 13 vjeçë. E përshëndesim, është tamam në fazën më të vështirë të saj, që kërkon akoma mbështetje më shumë tuajën. Ne do të shkëputemi për fleshin informativ, do të rikthehemi shumë shpejt për të vazhduar gatimin.
Mirë se erdhët sërish, jemi në Vila 24, është pjesa e dytë e këndit të gatimit. Sot kemi miq të ftuar në kuzhinën tonë me zonjën Vjollca. Kemi Çiftin Kok, është një arkitekt gjerman shumë i pasionuar pas gatimit, e dashuron edhe e shijon ushqimin. Shqiptar edhe gjerman. Sot kemi gatuar receta gjermane në fakt, që nga emri, sepse do të lexojmë edhe përbërësit e recetës tjetër, por fillimisht servirim supën, apo jo? Genau. Supa ka përfunduar. Hier haben wir die Suppe vorher gekocht. Atëherë kemi zjerë supën më përpara, si që treguam. Die wurde heute Nacht gekocht. Ne kemi kulluar, domethënë, ne kemi para përgatitur sepse orat janë shumë. Pra perimet, lëngu është gati. Me një garushe e servirim. Supa është e pastër, e kulluar. Ka perimet që na duhen, është dhe lëngu i mishit, edhe vera e bardhë që kemi hedhur. Atëherë, semën knydel. Das ist der Käseknödel. Käseknydel, në këtë rast që ishte dhe djathin. Me djath. I hedhim tek supa, diçka do më thonë dekorative dhe aromatike. Preshi njom është ajo, preshi vogël, qepa e njom. Qepa e njom, bashkë me menta dhe majdanos. Erzat të cilat. Të gjitha dhe pak piper, mund të Dhe si pas traditës, kur kemi këtu të ftuar, për ditë gatuar provoniki, do të duhet provonja. Kemë djerin, dhe na thuaj çfarë gatuan, se mu duk shumë interesante, po nga vlerat është e jashtëzakonshme, sepse i ka të gjitha tek lëngu të përqendruara dhe nuk kemi nevojë të konsumojmë bukë. Buka është kthyer në qofte me bukën e thatë që na mbetet në shtëpi, me pak qumësh, me qepën, me erzat, dhe nga reagimi e kuptova nga reagimi. E shikon sa të vështirë kam të flas pasi provoj unë zonja Vjollca çdo ditë? Jo, unë ja vendosur në pozicionin ti. Sepse ju nuk e dini se çfarë provoni. E di unë tani, kjo do të thotë nuk flas, unë flas me vepra. Një gjë e ngrohtë, familjare, të lumpshin duar, Speciale. Kam përshtypjen se edhe skicat e arkitekturës kaq të bukura i bën. Akoma më bukur. Ju lumpshin duar. Okej. Je shumë me fat, Stella, që nuk, jo që nuk gatuan, nuk do të thotë që jesh me fat, që nuk gatuan, po që ke një dorë kaq të ngrohtë. Është me fat që s'ka nevojë të harxoj lekë për palestër. Po e ka palestër nëpërmjet ushqimit. Shumë e shishme, shumë e shishme dhe shumë e realizueshme dhe për kuzhinën tonë, sepse janë të gjitha, aq më tepër që ne krahasuar me vendet e tjera, kemi dhe më shumë perime bio. Këtë e thonë të gjithë tuajt. Shumë të mira. Po, me Elmundit prandaj i pëlqen shumë këtu, sepse kur del në treg fshatar dhe në përgjithësi të fshatarët e vegjël thonë, ata beson ky janë më të mirë. Kanë demolit punë për me dëshirë, ai shkon bën pazarin, unë nuk përzihem fare në atë punë. Edhe këtu, edhe në tregun shqiptar. Ta vendosim supën këtu, sepse kemi përfunduar me supën. Ta vetë këtu. Në rregull? Tani, po. Temperaturën. Tani do doja që na shpjegonit pak recetën tjetër. Çfarë recete është kjo? Das Fleisch haben wir aus den Knochen geschnitten. Atëherë është mishi që ne prem nga kockat, që na ngelen kokë. Und das muss halt vollkommen von diesen Sehnen und Abfällen do ta befreit pastrojmë werden. komplet nga ato damarët që ka mishi, Vjollca, ti i njeh më mirë se sa mua, dyshim. Edhe e pastron komplet damarët që mos të ketë, po. Dann nehmen wir einfach. Ja të ndihmoj pak, e largojmë pak këto në mënyrë që ta shohin Die brauche ich aber noch. Ajo do na duhet pak. Do na duhet ja këtu. Po pak do na duhet. Po. Vetëm nuk doja të kaloj atë. Kripa, Etwas Zucker, immer Zucker sheqer, mit Fleisch. gjithmonë sheqer. Pra edhe krip edhe sheqer. Ky sheqeri gjatë kohës që ne do ta Karamelizohet? Karamelizohet, jemi të Genau. Gjyrë. Genau. Dann nehmen wir ein bisschen von diesen Kräutern. Atëherë marrim diçka nga erzat, komplet. Jo, kërkoja të drasën e madhe, se E kemi këtu drasën e madhe. është më mirë ta marinoj këtë drasa. Ja, Das große Brett lieber. është më praktike në këtë Nee, mënyrë. weil da so viel Salz drin ist. Ja, mach das. Okay. Okay, dann nehmen wir alles, was hier noch so übrig ist. Gjitha çaj janë. Pa ingjitim si të thua erzat. Erzat të gjitha. Edhe pak qep që mund të kenë ngelur aty, çfarë do lloj gjëje si të thuash. Majdanos, rozmarina, që shkon shumë me mish. Vaj ulliri altis,
që e ka shumë? Jo. Kein Problem. Fleisch muss massiert werden, sonst fühlt sich nicht wohl. Mishi gjithmonë duhet bëhet masazh më mish. Nuk dihet të rehat. Dihet të shishëm, nuk që jo. Okay. Das heißt, das sollte sehr heiß sein. Duhet jetë shumë i nxehtë. Shumë i nxehtë, e hapim maksimum atëherë. Do skuqet kjo e gjitha apo jo? Mund të ndrojmë plakat, se kjo plaka këtu është shumë e fortë dhe na jep këtë mundësi. Në përgjithësi, çfarë recetash dominojnë në familjen tuaj? Was für Rezepte essen wir in der Familie allgemein? Das, was im Eisschrank auffindbar ist. Gjitha çaj gjej në frigorifer. Engel essen sehr wenig Fleisch. Ich jedenfalls, sie ist eine typische Albanerin, sie will jeden Tag Fleisch. Aber ich esse eigentlich sehr viel Gemüse und Nudeln und alles. Also quer durch die Küche. Në kuzhina është e pafundshme, duhet i biesh tej për tej. Si keni mësuar të gatuani? Ju lexoni receta në internet apo Meine Mutter hat immer zu mir gesagt, als Kind, ich war 6 oder 7 Jahre alt. Mamaja ime thot kur isha unë fëmijë vogël, kam qenë 6-7 vjeç thotë. Mein Sohn, damit du nicht vergiftet wirst, bitte lerne kochen. Djali im ka thënë që ti mos të helmohesh nga gratë, të lutem mëso kuzhinën. Shumë e bukur si shprehje. Aber es hat sich bewährt. Ka treguar. Meine Kinder können genauso kochen alle und mein Bruder konnte auch sehr gut kochen. Ka dhe fëmijë të tjerë, edhe ata din të gjithë gatojnë, edhe vllai tim thotë. Ja ke dhënë këtë shprehje besoj, këtë këshill. Diese Rat war auch für den so. Das ist genauso. Ishte njëjta, po. Po mirë, po çfarë t'ju themi vajzave? Was können wir den Frauen sagen? Si t'ju kthejmë shprehjen Männer vajzave? suchen, die kochen können. Duhet të gjejmë burra që din të gatojnë. Das würde ich jeder raten. Okej. Mirë, fillojmë tani me recetën tjetër sepse duam që ta shijojmë edhe recetën e dytë, e cila është një buflamot. Buflamot? Mirë thash? Po. Hat sie gut gesagt. Është një lloj mishi me salca aromatike. E shpjegojmë pak. Okay, atëherë bœuf à l'amour. Das macht die Soße aus, aber die wird ganz zum Schluss gemacht, weil wir müssen jetzt erstmal die Knödel noch machen, die brauchen Po länger. atë edhe salca në fund që do përgatitet. Sot por si vetëm emri buflamot është në gjithë Evropën përdor. Buflamot. Është mishi në përgjithësi sipas kohërave. Sipas kohërave. Gatuar sipas kohërave. Normal wurde früher Buflamot aus sehr minderwertigem Fleisch gemacht. Do të thënë më përpara thotë bëj mishi si sehr lange gekocht in der gatuaj Soße. shumë thotë në një sosë, në një. Wir machen das heute andersrum, wir machen ein kurz gebratenes Fleisch und machen eine Soße dazu. Ne bëjmë diçka ndryshe thotë sipas kohërave. Skuqim mishin sepse është mish shumë i mirë, është mishi i fileto. E skuqim pak thotë dhe bëjmë sosën Salcën për shkak se do ta shoqërojmë. E cila është me erëza të shumta. Duhet të jetë sipas preferencave të atij që e konsumon. Dikush e do jo shumë të pjekur, dikush e do pak si të kuq brenda, e ke në dorë për ta bërë këtë. Ashtu fix. Also normal gibt es ja der Knödel dazu. Atëherë ne kemi para përgatitur më përpara që ndam në dy pjesë, një e bëm me djathtin dhe kjo është tani pa djath. Das ist die einfachste Art, damit es nicht auseinanderfällt. Kjo është mënyra më e thjeshtë për të mos u hapur ajo, Nicht ganz einfach Knödel zu machen. Sepse knödel, do të thonë diçka e rumbullakosur, e ngjeshur. Në formë top, pasi qoftet që zakonisht. Lej një më vonë kur ta ashtu. Të vinë mutë, do të thonë ai e bën në këtë mënyrë, uji është nxehur. Duhet të nxehet pak uji në shumë. qendër këtë drasën. Në mënyrë që ta shohin edhe shikuesit ja këtu. Osman Ale Das ist ganz einfach, man geht her, man. Pra e mbështjellim me një letër me letër ciltofonike për të qenë e qëndrueshme. Dhe në tigan, i themi ambisave që nuk shtuan fare yndyrë, ishte vetëm pjesa e yndyrës që zoti marinoi ose leu mishin në këtë qark. dy herë do ta mbështjellim Damit es nicht që të aufgeht. fortë. Vendos karamele dhe e zjen besoj, ja? Ja. Në ujë të nxehtë. Ai do bëhet si në presion dhe do të qëndrojë. Kur ta hapim qesën do Ein jetë i Knödel kann sich bukur. auflösen, das kann sich nicht auflösen. Një knydël, do të thënë e rumbullakën, edhe mund të hapet, kurse në këtë mënyrë. Okej, kuptova. Dhe qesja ndihmon të qëndrojë dhe e ngjeshur dhe e fortë dhe pasi e kemi hequr nga zjerja. Tu kemi supën. Ajo është supa për lëngun që do na duhet pak. Lëngu do na duhet pak. Ja ka pak këtu. Shumë interesante në fakt edhe
pjesa e shfrytëzimit të bukës për të mos e hedhur, sepse nuk ka familje që ju ngelet buka thatë. Pse ta hedhim, dhe ne hedhim, bëjmë gabim në fakt të ricikluar. Bukë shqiptare, kështu që duhet të përdoret në të gjitha versionet. Ndërkohë, po shohim edhe mishin që zoti Helmut po i jep edhe ngjyrën e duhur, duhet të skuqet shumë, apo pjesa... Das wird jetzt stark angebraten und dann bei 160 Grad den restlichen Zeit, den wir noch haben, da reingelegt. Në 160 gradë, do ta skuqim shumë fort, këtë gjithanë, dhe në 160 gradë do ta futim në furrë, për kohën, domethënë, varet se sa të pikur e duam shumë thellë apo jo. Varet. Da kann man jetzt rozmarin. I hedhim I jep aromë rozmarin për të dhënë aromën. Hudrën. I largojmë tani gjërat që nuk, ose përbërësit që ne i kemi shfrytëzuar, që të mos i ngatrojmë dhe anvisat. Për shumë kumel? Kjo ishte të mënyra e parë, po. Këto ishin qoftet që përgatim, këto ishin me djath, ato janë pa djath. Këto mund të mbajen në frigorifer dhe mund të skuqim edhe në moment tjetër. Atëherë lakrën do ta përdorim bashkë me ato? Me tasë, okej, kuptoj, për ta përzier. Është e prerë, thot, ne kemi para përgatit. Atëherë. So viel wie möglich schneiden. Okay. Fertig. So. Jetzt gibt es hier Pak sheqer. Pak. Sheqer. etwas Zucker. E ka kokrën pak më të madhe sheqerin krahasim me kripën. Salz. Krip dhe sheqer. Ku ka krip, ka dhe sheqer. Und jetzt wird wieder, wie es so schön beim Kochen ist, die Hände benutzt. Gjithmonë gatim duhet të përdoren duart. Und das muss man Sigurisht, ka nevojë gatimi dhe për ngrohtësinë e Çdo gjë bëhet sipas ndjenjes se kujdo, domethënë me ndjenjë që gjëna. Transmeton energji dhe tek ushqimi. Është e vërtetë. Është përbërësi më i rëndësishëm i të gjithë gatimit. Es ist Hauptsache bei der Kochen. Das ist auch ein Gefühl, das ist ein richtig schönes Gefühl. Das ist ndjenjë pozitive, që ndjenjë. Çfarë ndjesie ka një arkitekt kur shtron një tryezë për familjen, ka gatuar vet? Was fühlt ein Architekt, wenn für das ganze Familie kocht und selber kocht? Liebe. Dashuri. Zuneigung. Affinität. Ja, und man kommt halt zusammen. Wir essen jeden Abend zusammen, wir frühstücken jeden Abend zusammen. Të gjithë jemi të gjithë bashkë. Ne kemi çdo mëngjes bashkë. Das ist einfach wichtig, das Zusammensitzen. Është shumë e rëndësishme që në një familje të ulen të gjithë pjesëtarët e familjes bashkë. Kjo është një krymën, po. E përdorim edhe ne në kuzhinë, po ka aromë të këndshme. Nuk e ka të rëndë, është e lehtë aroma. Noch was? Kemi nxjerra të tasën për sallatën. Noch welche? Ja, etwas. Okay. Mund ta Për pak tasin këtu. vendoset. Ne kemi shumë përbërës pjata edhe enë. Prandaj dhe ambienti i gatimit të zhvesh nuk është këto ma pritjes. Po, është e vërtetë. Pikërisht të bëhet kështu. Prandaj sepse duhet t'i kushtohet çdo detaj rëndësi. Aty do të themi uthull. Uthull me bardhë, me lakrëm, me erëzat që përdorëm, kripën dhe pak E sheqer. neutralizon sheqerin shumë. Dhe tani e lëm disa. Të pushoj. Das ist nur Salat, ja? Të marinohet. Ajo është si sallata vetëm, a lej disa që të mbi, Schnell. edhe vjen shpejt, domethënë lidhet shpejt me njëra tjetrën. E kuptoj. Pra, sallatën e lakrës së bardhë që ne në kuzhinën tonë tradicionale e përdorim edhe me karotë, sallatën me lakrës së bardhë? Po, e përdorim. Kjo është një mënyrë tjetër pra për ta përdorur lakrën e bardhë. Mund dhe qep të kuqe, mund edhe karot, mund ta pasurosh me ullin. Është edhe perim i stinës, kështu që tani ne mund ta shfrytëzojmë shumë mirë si perim. Ashtu thjesht, edhe mund të... Tani, më lejoni të bëj një përmbledhje të tabelës. Tani po vjen mishi. Flamo është mishi me salcë aromatike që vjen në këtë pjesë të dytë, do të bëja një përmbledhje të gjithë përbërësve pas të shkojmë në publicitet. Kjo recet përmbante 500 gram kondrafilet, majdanos, nenexhik, timjan,
krip, pak sheqer, ndërsa për salcën, të cilën ende nuk kemi filluar ta gatuajmë, na nevojiten 2 luggjelle miell, 2 luggjelle gjalp, salcë domateje, lëng mishi, pak verë e kuqe, kanell, kimion, dëllinja, krip, piper i zi. Kjo ishte receta, ndërkohë ne do të shkëputemi për publicitet, është shumë i shkurtër dhe do të rikthehemi sërish për të gatuar. Jemi duke diskutuar tema nga më të ndryshmet, sepse arkitektura është e gjërë, kuzhina po aq më shumë e gjërë dhe të jep dhe më shumë kënaqësi. Jemi në momentin e fundit në fakt, është hapësira e fundit e këndit të gatimit. Do përgatisim salcën për mishin, apo jo? Një salcë e veçantë, të cilën do doja që ta shpjegonim për anvisat dhe për shikuesit. Soße, genau. Das ist für dieses Bœuf-à-la-mode und das ist ein Mehl mit Butter eingebrannt, nennt sich das. E skuqim mielin me gjalpi. Ja, lug. Të dy lug gjalp. Ta shim që këti gani se... Mund të marrim... Po e larguam që mos ishte shumë nxehtë. Tanë, mund të marrim... Kemi në stendën tonë shumë të gati. Gjitha mundësi, dhe 2 lug miell. Një divela kemi në kuzhinën tonë dhe do bëhet pak si salcë e plot. Zoti Helmut, këtu ke... Kommen 2... 2 lug. Die Lug heißt es? Lug. Lug. 2 lug. Und jetzt muss das dunkel einbringen. Dhe do ta skuqim derisa të bëhet e errët. Okej, të erësohet. Të marrë ngjyrë pra të kuqeren pak a shumë. Përbërësit e tjerë të salcës ishin mielli gjalpi, domate, salcë domate, lëngu i mishit, pak verë kuqe, kanell, kimion, dëllinja, krip, piper i zi. Pra mbizotërojnë erëzat, ndaj dhe quhet salcë aromatike. Dhe supa ka aromate veta që kemi përdorur. Atëherë këtu tek lakra, zoti Helmut preu pak mollë, një të 4 tona mollë, si shile, dhe e trazon së bashku me... Në feta të holla, është salata për të. Tani ta shohim çik sopën se duke lëvizur tigani. Po ndryshon edhe temperatura, është vërtet ka lëvizje. Det är perfekt alltid temperatur. Ja, det smuldrar. Djek shumë. Edhe verë, e kuqe, edhe pak Nga që është vënë fundi saj, djek shumë. Prandaj nuk po liha dot aty. Ndonjëherë mua më duhet të lëvizni që më tepër. Tradicionale më mirë. Përparon teknologjia dhe Jetzt muss sich ein Mann von einer Frau sagen, wie das funktioniert. Das ist doch schon Tani, është një gjë, do më thënë për mua, për burr që jam unë, do më thot një femër thot se si funksionon ajo. Dhe kjo është një gjë e keqe për mua, ofendim. Jo. Duke e larguar tiganin këtu, krijon problem. Imagjinoj se çfarë do mendonte pas zonja Vjollca për riceta. Kur ti i thua që apo jo. Jo, ishte e dukshme që në fillim, Vërtet një arkitekt i suksesshëm, po edhe një guzhnier shef guzhine. Masterchef. Ja, aber wirklich, für Architekten ist es auch ein wunderbares Lernen, weil sie kreativ sein müssen. Arkitektët është një mësim shumë i mirë të duhet ta mësojnë kuzhinën, sepse është kreativitet, s'ka të bëjë me kreativitet. Wenn man wirklich zu jemand anderen kommt und die sagen, du, was können wir kochen, dann ist das Gleiche wie Architektur. Das entwickelt sich. Gibt zum Schluss einen guten Geschmack oder so wie in Albanien einen schlechten Geschmack, wenn man in der Architektur të bukur të mirë, thot, ose si në Shqipëri një arkitekturë. Si e shihni arkitekturën në Tiranë? Ju keni vite, kemi kaluar nga shtëpit me qerpisht në qellgërvishte, është një hop i madh. Ja, es ist eine unglaubliche Entwicklung in den Kommerz, würde ich mal das nennen, und in das. Es muss immer das höchste Haus sein, es muss das meiste ausgenutzt werden. Man nimmt keine Rücksicht auf irgendetwas, auf keinen Städtebau. Nuk kanë vëmendjen tek asnjë në orientim me rrugët, me sistemin në përgjithësi, domethënë nuk kanë lidhje fare. Die Infrastruktur ist schrecklich, kann man nicht machen. Është e keqe to. Keni parë sa afër janë pallatet me njëra tjetrën? Hat die das gesehen, wie näher die Häuser, Immer noch ist es Wahnsinn, ja.
është një gjë. Wir sind nicht in Manhattan. Ne nuk jemi në Manhattan. Wir sind in Tirana, in einem südlichen Land. Und für mich ist es unverständlich. Për mua është pa kuptueshme, pa pranueshme. Es ist schwierig, hier das Brand zu kriegen, aber das muss werden. Mirë, edhe një pyetje të fundit për arkitekturën, se ne flasim gjithmonë. Jo, po ajo ndoshta ka filluar nga e para të nxehet soba. Nëse do ta kishit në dorë për të ndryshuar komplet modelin arkitekturor të kryeqytetit tonë. Çfarë do të bëni? Çfarë do hiqni, çfarë do prishni, çfarë do modeli do sillni? Es hat nichts mit Rausschmeißen, sondern es hat die Grundlage ist ein guter Städtebau. Është baza, baza duhet të jetë një ndërtim që nga në të gjithën, domethënë, Einfach wie in Italien diese kleinen Dörfer oder diese Städte, die haben janë fshatrat e vogla, thotë, janë qytetet e vogla të qytetit. Nacheinander. Und das ist ein wichtiger Faktor. Und das ist alles in einer Größenordnung. 3 Stockwerk mehr oder 4 Stockwerk wurde nicht gebaut. Das kann man hier nicht mehr ändern. Nuk është 3 kate më tepër se sa ajo që ishte parashikuar, domethënë këtu thotë. Aber wir haben ja noch hier auch andere Dörfer, wo man das einfach machen soll. Po këtu kemi edhe fshatra shumë thotë që mund ta praktikojmë këtë gjë, domethënë, për fshatra këtë model. Vor allem für den Tourismus muss man. Për turizmus duhet të mendohet që tani sepse nuk jemi larg. Dass man da eigentlich wieder hinkommt. Und es wird ja eigentlich. Die Leute möchten gerne investieren werden, aber gehindert ständig. Das ist ein großes Problem. Die Leute möchten gerne investieren, aber werden sehr viel gehindert. Duan të investojnë, por pengohen nga shumë gjëra. Sigurisht ka shumë probleme në këtë drejtim dhe në këtë hapësirë, sigurisht që ne nuk mund të diskutojmë. Do t'i rikthemi gatimit të recetës, të bëjmë salcën, se sikur ndihemi më mirë te kjo pjesa. Mos e lëviz këtë se prishëm. Salca pra me... Duhet të bëhet e kuqe. Unë nesër do të pushoj, se i dojgja gishtë. Në kaq vite nuk e ndjekur ndonjëherë. Salca e domates, hidhet tani. Po lëvizën tenxheret aty, ato janë elektronike dhe... Janë të ndjeshme që kemi janë me prekje. Ist das die höchste Stufe? Është shkalla më e lartë? Po. Ja, po. Tani do të filloj të përfundoj besoj salcën e salcë tomate, mak. Pra pasi kemi skuqur gjalpin me mielin, hedhim salcën e domates për të bërë tani për të bashkuar me përzierjet e tjera, po. Salca e lakrës do të jetë më vete apo? Jo, kjo është ajo është salatë. Sallata, se kishim salata do shoqërohet. Do shoqëroj që mund ta hedhim këtu në sallatën apo? Ja, të nxjerrim një pjatë. Po. Di salatis shumë fete i kemi? Salata është gati. Salata është gati, pra me lakrën e parë. Dhe është e nevojshme të qëndroj pak, tha edhe Helmut, po është të marinohen mirë dhe kemi edhe dhe uthullën, kripën, sheqerin, pak moll, moll jeshile të prerë holl në feta. Atëherë, sipas i skuqur, gjalpin me miell. Ja, këtu në qendër. Një garuzhe supa. Nga supa, po. Tek salca që dhe më thënë ashtë. Me perimet, me 2 garuzhe. I barët se qëfar masën e na duhet për mishin, se sa mish kemi, sa personë. Ndërko mishin e vendosëm edhe në furr. Vazhdojnë të piqet mishin. Pak verë të kuqe. Për ta shuar. Edhe lukët. Do vendosim në dras mishin. Ma e që të pyrë më këtë. Dhe u bëj një ngjyrë kafe erët, kafe kuqeremt, si thuash. Pak uthull, shumë pak. Das muss jetzt... Edhe pak së tjetër. Nëse nuk e kemi lëngun ose supën, si të thuash. Wenn wir keine Suppe haben, nuk e kemi bërë bashk. Wenn wir das nicht gemacht haben, oder wenn wir Knor? Shumë mirë, mund të përdorim knor. Mund të përdorim koncentratin knor. Po, është e vërtet. Që mund t'i përzim dhe 2 bashkë, edhe një me peri dhe një me mishë, bëhet përzierja të 2-ve, mund t'a tresim në ujë dhe Inxhinierët e vërtet thotë Helmuti nuk i përdorin asnjë gjërat e gatshme. Duhet t'i sillin të freskëta si gjithmonë, por me ritmet e ditës së sotme është e pamundur që gjithmonë t'i kemi gati gjërat. Është vërtet.
Jetzt haben wir ein bisschen noch von den Gewürzen. Çfarë nevojitet të? Janë piperi. Piperin kemi aty, të freskët, pra piperin edhe kanell, po jep Ganz kanell? wenig, ganz Piment wenig Zimt. d'olive, pa. Çfarë do tjetër? Do t'jetë ajo e erzave, ja, po kemi këtu të gjitha. Qasë djalë. Të gjitha. Also da kann man jetzt Të gjitha në kokër, nuk janë të bluara, të paktën këto Nuk është e nevojshme, kimion. pa, sepse shihen e lënë më mirë kështu. Es kommt jetzt Jep, darauf lëshojnë an, wie më viel Zeit shumë, wir noch haben. Das Mbarë ist dhe nga es. koha thot që kemi. Normal muss das jetzt mindestens 20 Minuten vor sich hinköcheln, damit dieses Mehl, dieser Mund të zi, Mehlgeschmack thot, sich ajo shia auflöst. e miellit du të iki të pak, sa në zunë të zi. Di fil minutën e Eigentlich 20 Minuten fest. 20 minuta Ha, me thot avë që të iki shia e erë ose miellit. thot. Okej, prandaj duhet me një zjarr të ngadalë si gjithmonë, edhe të trazohet vazhdimisht, gradualisht të hitet lëngu. Mos më dësin disa 20 minuta në ulë. Okej. Derisa e shohim me sy. Ndonjëherë edhe minutat janë Das ist kein Risotto. Nuk është risotto. Das muss man 20 Minuten. do ho, e dim që do ho, edhe për kushtim edhe nuk të fal ajo pjesa e miellit, se po u ngjit dhe u bë kokor, si të thuash. Nga knudëlla gjermane tek risotto italiane. Und einen kleinen Teller schnitzel. Luke. Hier fitafat. Cilën kuzhinë preferon më shumë? Cila kuzhinë? Liebst du am besten? Sowas. Das ist das Schönste. Wie es bei uns zu Hause. Nein, Küche Mund të jetë italiane, të tradicionale, tradicionale. Englisch ist gut, Schwedisch ist alles, ganz Cila Europa. ka specialitetet e vetë? Griechisch. Janë numërove Pa fund, nuk kemi monastirtar për të provuar, për të Që provuar. ka dhe të tjerë si unë. Gjithsesi, edhe kuzhina shqiptare është një nga më të mirat, më fantastiket. Kemi kuzhinë tradicionale, tipike tradicionale, shumë të shijshme, të cilën e preferojnë. Çfarë preferon më shumë nga kuzhina tradicionale? Der albanische Küche am besten. Das Gemüse. Und den Fisch. Perimet. Mishi e tha që mishin shqiptar. Mishi, wie findest du das Fleisch? Es ist sehr viel totgebraten. Është e skuqur, e vdesin se skuqur i thotë, do të thënë pjekin Flas për mishin shqipisht. Po e gatuajnë, e pjekin shumë thotë. Jam dakord. Mishi si Wie mish. findest du die Si cilësi. albanische Si cilësi. Perfekt. A pra, këtu i kisha fjalën. Shumë e shkëlqyer. Perfekt. Perfekt, po më duket se e poqëm shumë. Kemi aq pak minuta në dispozicion Kemi aq pak minuta në dispozicion sa nuk arrim dot që t'i bëjmë të gjitha, edhe të komunikojmë edhe të gatuajmë dhe të bisedojmë. Pra mishin, pasi e skuqëm në mënyrën dhe procedurën që të gjithë e ndoqën, ata që kanë qenë të vëmendshëm edhe në pjesën e parë, kemi vendosur dhe në furrë dhe ja i kemi dhënë këtë ngjyrën kështu tamam të bukur. Dhe besoj se do të spërkatet me atë salcën sipër, dhe është gjithçka gati. Ajo është më vetëm në salci, no? Është më vete, ë? E ke provuar ndonjëherë këtë recetë? Kështu siç është e ka gatuar apo është e re sot në gatim? Supa besoj se është Gjithësi këto janë. Jo, në re për ne, në kuptimin për ty që e shef për herë të parë në emisionin. Unë nuk i futem fare në kuzhinë, lë vetëm gjithë. Ti vetëm ty të vin vetëm pjata e servirur. Ky është një fat më vetë. Nuk i futem. Ndonjëherë ndihmoj duke pastruar, duke pirë në një gotë verë bashkë me atë, por jo më tepër. Shiko, kjo mund të jetë dhe një lloj disavantazhi për ty Stella, mendoj unë, sepse të kalon mbrapa në kohë me kuzhinën, me gatimin. Përveç se është një avantazh dhe një fat që ti kesh gati. Me atë më mban më shumë afër për çdo gjë. E ka gjetur gjithë. Ka ditur si ta rëmbeze. Është më vërtet. Po flasim për pikët që ke marrë nga Stella. Vi viele Punkte hast du von Stella bekommen. Wir reden ja über deine Punkte. 100 points. Für was kriege ich Punkte? Fürs Kochen oder was? Oder für mein Für Dasein? dich, da zu sein. Por ty si person, 100 pikë. Stella ka përshtypjen, jo se s'di të gatuaj, besoj. Das wird sich hoffentlich rumsprechen, dass ich so viele Punkte Sie glaubt nicht, dass ich nicht kochen kann, oder? Doch, sie kann so albanische traditionelle Sachen. Unë di shqiptare, thonë, kuzhinën tradicionale. E gatuan, pra, në një farë mënyrë nga ana juaj nuk është problem që një gruaja juaj nuk di dhe nuk të gatuan, nuk e quan problem për... Problem, dass ich nicht Problema e ka porosi nga nëna, i ka thënë nëna, do të gatuaj vetë.
Mos ta elmoj gruaja. Atëherë, mirë përveç se këshillën e nënës, drejtojni pak meshkujve, burrave shqiptar dhe jepuni një këshill nga kuzhina jonë. Ja, tu te hamra përballë. Lassen Sie da so stehen. Sie sollen sich in den nächsten Jahren vor einer Macht von Frauen wirklich in Acht nehmen. Sie sind sowas von zielstrebig, sie sind so gut, in jedem Territorium sitzt eine Frau, in jedem Amt sitzt eine Frau und gut, gerade selbstbewusst. Dhe janë shumë të... Faleminderit. Kanë një besim të paparë në vetë femra shqiptare. Faleminderit, shumë faleminderit. Ka momenti që të servirim, besoj, është i fundit. Dhe du të mësojnë të gatuajnë. Po, kjo ishte më rëndësishme në fakt, por të ju drejtova dhe unë të shihni të përballë. E provojmë pak edhe për kripën dhe për shijen, për aromën, sepse që është dhe qëllimi i salsës aromatike. Das ist ja sollte man in Zusammenverbindungen Okej, edhe aromat e fundit dhe jemi në momentet e fundit, besoj, është nxehtë? Edhim këtu. Bist du gewöhnt, oder? Unë i dogja që i dogja. Mos. Nesër të gatuajnë iki. Kur gatuan gjithmonë dhe një herë digjesh? Nesër kemi gjyshet. Po, nesër kemi gjyshet, kemi... Kështu ke kohë të rikuperohesh. Tani kjo është interesante në fakt që po shohim. Mandarinat. Po. Nëse se mandarinën. Me lëngun du ta spërkasim pak salcën. Me lëngun e mandarinave, të cilat janë tamam të sezonit, sa po kanë dalë tani në treg edhe... So, jetzt hören wir auf. Das ist genug. Është mjafton në më This is good. Mjafton ta largojmë edhe fiket vetë. Und dann wird alle Ach so, geht das von alleine aus? Okej. Ja. Okej. Okay. Ja, ist Ein bisschen Milch, wenn es mal geht. pak qumësh në qoftë. Pak qumësh, po në rregull. Është ajo. Në marrim frigorifer. Dhe do Ist das Induktion? ta servirim këtu. Do ta servirim tek pjata. Hier. Mishe? Po. Dofi? Qumshi për çfarë shërbente? Për salsën, për t'i dhënë akoma një ngjyrë. Sosën, po. Okej. Por du të jetë në zjerje. Po, jo gjatë zjerjes, pra. Ma larg. Okay. Jetzt schaut E sich. bëri si më kremoze, kam përshtypjen qumshi, ndriçoi, shkëlqeu pak. Dhe prap ato lëvizën. Pra se duhet rritet Po, në ajo, vend. po, në fund fare hidhet, kështu Duar që... përsëri. Okej. Also mir ist mein Herd lieber. So. Sollen wir schon aufschneiden oder was? Ja. Servieren. An teller. Vim servieren. Genau. Okay. Tani ta presim në feta, besoj. Den Knödel. Një nga ato duhet të hapim tani ato knydel. Knydel, po, sepse i haruan fare në zjerje. Ato si në presion, është bërë si diçka e fort. Ajo do hapet aty. Tani do hapet, është zjerë në brëndësi. Kjo është buka që do të konsumojmë në këtë recet, në këtë formë. Jetzt kommen wir hier auf das schöne Fleisch. Atë hara presin mishën në feta. Ja, wunderbar. Duket shumë mirë, thot. Wirklich schön. Ja, schön. Dhe kjo ngjyra që është në mes, i tregon që ideale, që është e butë dhe... Marim letrën. Alle haben Hunger hier, Helmut. Kjo është për një porcion, pa ka shumë. Do ta ngjyrim pak. Rregulloj sotën unë. Kjo është e nxehtë? Po, është pak e nxehtë. Në rregull. Ajo është bërë, besoj, është gati sosa. Duhet riktu, këtu bën zhoni. Okej, gati. Okej, duket që është forcuar, është si në presion, si të thuash në... Maar dat is, dat is gemaakt worden, niet hè? Ja, Okej. Ajo është pjesa e bukës. So. Dekor, për dekor pjesën. Nuk dua të ndryj fare në... Dhe salsa. Ta largojmë të lukën? Një mrekulli. Ja. Okay. Is het iets fertig, Helmut? Na ka mbetur vetëm erëzat majdanozi, për të u përdorur. Do të thënë mund ta hedhim diku edhe që ta kemi. Okay.
Kjo ishte gjithçka, shoqërimi me sallatën për të dyja recetat, shoqërohen me këtë sallatën e lakrës bardha apo jo? Salatë, Susana? Okej. Fillam Okej, s'kamau. Okej. Ja se këshimi. Okej, edhe këtë të provo, tani nga... Po, sigurisht që do ta provojmë, sigurisht jemi gati për ta Zonja Vjollca e para dhe shiko realisht ju falenderoj shumë që erdhët, dhe është një kënaqësi e veçantë që të mësojmë sa më shumë gjëra. Rregullojmë. Është ka pjesë të rutinës së përditshme. Është pjesë e rutinës. Rutinën e bëj unë, e pastaj unë fund prapë. Bo të gjitha. Këtë shoqërojmë me verë, besoj, me verë të kuqe. Besoj të kuqe, Wein, Rotwein, pasta, besa. Ja, du kannst das, was einem schmeckt. Gjithë çfarë ishi janë. Që të dyja? Një mrekulli. Lumshin duar. Të lumshin duar, t'ja do ta provoj edhe pak. Jo, po kam edhe pak më vonë kohë për ta provuar akoma më mirë. Të dyja? Të dyja bashkë shojnë. Ajo aroma e mandarinës, ai pak lëng mandarine i ka dhënë një shije një aromë të mrekullueshme. Mandarina, am shlussat eine sehr schöne Nachgeschmack gegeben. Kripa tamam, gjithçka tamam e kohës, e salca me mrekulli e vërtet. Të Një lumshin duar. Super. Ma ke befasuar. Du hast uns überzeugt. Shumë e mirë. Shumë e mirë. Ndjehemi me fat që po I provojmë ne këto gatime. Jeni të mirë se ardhur. Dann komme ich mit meinem ganzen Kochclub hier, das sind 6 Männer. Unë mund të vi me gjithë kuzhinjerët, ti më thotë sepse është pjesëtar në një kuzhinë, në një klub kuzhine, që janë vetëm meshkuj aty, janë wie viele Männer sind hier? 12. Janë 12 burra. Ata kanë marrë një ambient me qiratë, më thëmë për gjithë, kanë trirë, kuzhina më e vjetër në meny, më e vjetër do më thëmë private, se këta bëjmë për hobi, dhe femrat nuk pranohen aty. Pse nuk keni marrë femra në këtë grup? Nuk keni besim të gatimet e tyre? Sepse nuk duam që të zihemi, thotë. Dhe bëhet me të vërtet, menyt që bëjnë aty janë 5 deri në 9 Nuk provojmë nga femrat? Ja, wir treffen uns dann zu 12, 14 Ne takojmë me 12 veta, gatuan 1 ose 2 në çdo herë. 8 gänge. Dhe hani bashkë të gjithë. Meny, do më thënë që bëhen, edhe shijojnë të gjithë. Dhe mirë se të vini. Se cili njerë në të javë brenda. Atër bashkë me të 12 burra, herën tjetër. Dhe ne do ulemi aty ju pasuani vetë. Sie ist so sympathisch und so freundlich. Sie werden sie aufnehmen. Ti thotë edhe për një herë është dhe të mahliqë, do të kenë afër të për ndihmë. Dhe jo, gatuajnë 2 herë në vit, ftojnë femra, do më thënë bëjmë një partit madhe, diku tek një shtëpi që vendosin këta, edhe gatuajnë këta për ne të gjitha femrat, të gjitha gratë. Një mrekulli e vërtet. Një herë për festën e verës, që bëjnë lënë një ditë caktuar, dhe për vitin e ri. Këto janë 2 shanset që kemi ne si femrat, shijojmë ushimin e këtyre. Okej, në grup. Se kështu për ditë Zot na vi keq, po shefat më të mirë të kuzhinës janë meshkuj. Janë. Die beste Küche in der Küche sind die Männer. Nee. Jo, kemi lënë radhën. Nein, das ist ein harter Job. Das ist Kam është një punë në qëpse nuk e do, është një punë shumë e rëndë. Ich bewundere Ihre Mutter, die 7 Kinder auf die Welt gebracht haben, immer versorgt, gearbeitet und einen Mann auch noch hat, den Përgjëroj, thotë, sepse ka rritur shumë fëmijë, me një burr shqiptar, që është I lodhshëm, dhe një punë shumë të prapë me fëmijë, do më ka qenë mësuese. Është një për mua një shembull, thotë, që nuk më ikën kur, do më thënë. Dhe duket pastaj rezultati, duket tisha unë mendoja që këtë punën e gatimit ta bënin vetëm burrat, ëh? Me çdo familje. Shumë dakord. Do ta ndryshoja. Kyqe I banon. Ne do të përshëndetemi realisht, ju falenderoj shumë dhe ju uroj shumë fat dhe suksese në punën tuaj, në biznesin tuaj. Faleminderit. Shumë faleminderit. Shpresojmë që ftojmë edhe tek zyrat tona. Me kënaqësi do të vim, me kënaqësi. Faleminderit. Faleminderit dhe ju që na keni ndjekur në këtë pjesë të gatimit, bashkë me zonjë Vjollca sërish do të shihemi nesër, kemi sërish të ftuar, kemi gjyshet nesër në këndin tonë të gatimit, pjata e gjyshes time, kështu që ja vlen të ndiqni edhe nesër puntatën e gatimit përveç se çdo ditë me recetat, kështu që do të lë bashkë me miqtan, sepse kam të tjera hapësira, pas pak do të kemi miq në këndin tonë të bisedës. Miropafshim.